Poshtë kemi Ferrarin e parë në kanal, Ferrari California i 2012-ës. Ky është Ferrari i parë me kabrio metalike, Ferrari i parë me kamio dual clutch DCT, edhe ka qenë debutim, domethënë te kjo kategori e Ferrarit që ka nxjerr me V8 para, se zakonisht ka pas V8 atë mes Ferrari, për herë të parë ka dalë me këtë me V8 para. Kur ka pas dalë, në fillim e kanë pas kritikuar çik, po vetëm pse ka pas gjona ndryshe, po në fakt shumë makinë është e veçantë. Shumë veta thoshin që nuk është Ferrari tamam, po me thonë drejtën, super mjet është. Dhe o shohim tamam në review. Pininfarina e ka dizenju, ka edhe këtë pjesën këtu, çame këtu përpara, me frenat ceramike, normal, logo e Ferrari. Edhe dizajnin e marmitave ka pas më ndryshe, i ka njëna mbi tjetrën, si ka si Ferrari si këto. Këto çamet këtu për me dalë ajri. 14 sekonda do, edhe bëhet nga kabrio bëhet kupe. Shumë i bukur. Ta shohim edhe motorin. Ky është V8-a, kodi F 136i, 4.3 me 460 huaj edhe 480 Nm tork. Ky është front engine, po quhet si front mid, do më thonë si në mes pothuajse, se shifi ku janë gomat, motori është më mrena. Shif sa mrapa është. Edhe quhet si front mid engine i Ferrari për balancë më të mirë. Motor i ngjashëm me F430-ën, po ky është pak më i avancuar se F430-a. 458 Italia, edhe ajo ka pas ngjashëm, ajo ka pas pak më shumë fuqi, ka dalë më mrapa. Po i pari me kamion dual clutch, me doppio freksion. Gjitha kanë qenë me fënjish, me një single clutch, kjo është me 2. Normal edhe motori i kuq, shumë i bukur, air intake-at 2 copë. Ja ku ka baterinë këtu më mrapa, shumë i veçantë. Ka dhe këto specifika këtu. Numri i shasis. California ka qenë modeli i suksesshëm, janë bërë 18.000 copë total. Rosso Corsa është ngjyra e Ferrarit, shumë e bukur. Ne do shohim interiorin, do dorezat i ka këtu thjeshta. Tapicerinë ka lëkurë komplet kaf. Logon e Ferrarit këtu. Ambienti mirë është, shumë e bukur. Këtu ka këto që kontrollon pasqyrat, dorezën me qepjet kuqe normal, Ferrari. Timoni është i ngjashëm me të F430-ës, ka këtë manetinon Comfort Sport edhe ESC-ja off me fik kontrollin e stabilitetit. Këtu e nez makinën, borinë ka këtu, të dyja, po duhet me fut Chelsea-n, pastaj e nez. Këtu ka këtë që kontrollon dritat, ka ekran digital këtu për të tregu temperaturat në gjonat. Xhirot i ka këtë të verdhën, shumë bukur ngjall. Me qepje komplet cross-colti, kofën e ngret me aty, shumë e bukur. Tu ka këtë kompjuterin e bordit, është me Bluetooth në fakt, me AUX. Tash për kohën mund të ketë qenë mirë, po Ferrari asnjëherë s'është është majt për të bërë kështu këto sistemet e mira, nuk e kanë fokusin aty. Auto indietro edhe launchin. Kjo është për të hap kabrion, ka këtë logon e Ferrari këtu, xhamat këtu. Këtu ka këtë cigares. Mrapa kjo supozohet është 2+2, po s'ka shumë vend mrapa. Me qepje komplet cross-colti. Tu është 31 titujt Formula 1, ka këtë pllakën këtu, fiksën e zjarrit. Tu ka kontrollin e klimës, gjitha. Për t'i fut marshin, tu vetëm lëviz pedalin plusin, kurse për ta çuar neutral lëviz të dyja për i herë, që e ka shumë mirë, këtë mund t'i jesh në trafik tu ecë edhe i jep gaz. Për vitin që është, për model që është kjo, është shumë e mirë. Nuk është puna vetëm te teknologjia, unë jam fan si moth, më shumë pëlqejnë këto se sa teknologjia. Po 458 pa të fillu me butona edhe për sinjalet, këtë paktën i ka sinjalet këtu, më mirë ashtu. Normal Ferrari i ka të vendosme, edhe Maserati, në fakt po e Ferrari ka të vendosme këto pedal shifter si ka në vend, nuk lëvizin me timonin. Ke hapësirë, për kabrio që është, ke hapësirë, se kom provu kabrio tjera janë më të ngushta, tu të kjo ke vend, edhe mund të rishë rehat, pa problem, shumë e mirë. Ta shi do e marim i Giro, Ferrari në California, ta shohim është tamam Ferrari apo jo. Jo se unë kam nëjë këshu për ta krahasu se kam bërë në Ferrari tjetër se kjo është i pari, po ta shohim mirë.
zhurmë bukur, jo. Zhurma është pjesa më e veçantë e kësaj. Kam duket se kam armitë sportive, se stoks besoj se bëjnë kaq shumë zhurmë, ishte edhe stok zhurmën e bukur kanë këto, ten flat plane crank. Maserati është cross plane, kjo është flat crane, kanë 180 gradë, kurse Maserati ka 90, pra ne i ndryshon zhurma, se paka shumë mjeti motor janë. Thash, këto tash janë me çmime goxhat mira në treg, normal në varësi të vitit, opsioneve, kilometrave, por nuk janë më shumë të shtrenjta. Dhe ja vlet marrësh Ferrari për këtë lloj çmimi, shumë më përpara se më marr, ku dëgjon, Forstrada, Luxi, RS Qyteta, X6. Ato mund të jenë më të shpejta, janë më të shpejta. Os të hapin ndesi kjo është Ferrari. Është nivel tjetër. Del hap kabrën e shio, edhe i rrugë me kthesa, edhe qose si duhet shpejt fare. Prap e ke zhurmën e bukur. Edhe shef logon e Ferrarit këtu edhe thu e ja pas kam arrit një, do knaqesh pak, ndihesh mirë. Sepse qa do të na pëlqen lambët të gjitha, Ferrari është mreti i kësaj pune, i makinave. Është si puna Rolexit të orat. Ka Patek Philippe, Audemars, Vacheron, Konstantin janë, mund të bëjnë më të shtrenjta, mund të bëjnë më të mira, mund të bëjnë me më shumë komplikacione. Rolexi është mreti, prap se prap. E njëjta puna me Ferrari, nuk do del Bugatti, Koenigsegg, Lambo. Ferrari është Ferrari. Qetë vegjel, jemi mësu mi thonë makinave të shpejta Ferrari, makinave të kuqe të shpejta Ferrari, pa i ditë, pa qenë Ferrari fare. Edhe kjo është universale, në gjithë botën, nuk është vetëm Shqipëri, gjithë makinat të shpejta e lidhin me Ferrarin. Ka me bodallim shumë, se edhe kur ecë shu automatik që ecë vetë, që i ndro vetë marshet, i bo shumë mirë, nuk është si puna e tyne e fënjishave single clutch që dëridhet makina. Kjo është diferenca më e madhe. Këtu ka dalë për herë të parë. Për shembull, po të kishte i FK130 me këtë lloj kamje, do ishte super perl, po aty se nxorën fare ato. Nxorën te 458. Po këtu debutoj për herë të parë. E ndro shumë shpejt. Edhe pse 460 kuaj, janë 460 kuaj të Ferrarit, janë tamam kuaj. Edhe tork është ka goxha 480 Nm për motor 4.3, kur llogarisë çka kanë të tjera, do të thonë vëtetat me kështu motora është ngjashëm këtë lloj kubikazhi, nuk kanë kaq shumë tork. Edhe kanë bërë mirë. Nuk është shumë makinë lehtë, normalisht. Është mjet, është Ferrari, është Ferrari. I ngjiten këto xhirat të knaq është. Vetëm me këtë zhurmën, vetëm do të bësh downshifte. Vetëm do të bësh downshifte, tani gjosh.
kjo e 36 kuqe para. Mjet është. Pa sugjeroj gjithëve që kanë buxhet për të blerë tilla makina, para se të blejnë RS40 ose X6 se janë këto, të provojnë në një si këto. Jam I sigurt që nuk do I marrin më X6-at më ose RS40-at. Kjo është makinë.